Ju përshëndes të dashur miq këtu nga fshati i bukur I Voskopojës. Vim këtu sot për të sjellur urime të bukura me rastin e 60 vjetorit të Zotit Shpëtim. Këtu na ka dërguar mbesa e tij, e cila ndodhet në Gjermani. Shkojmë ta surprizojmë. Mirë se ju jeni në këtë vizitë të bukur familjar. Zoti Shpëtim. Me Sasha. A të mungon një disa? Ke vetë djerë që të mungoj. Kush mendon se na ka dërguar ne? Nga Konstantina. Le të themi mjalti. Ti mos mërzit, se në fakt ne po vim me shumë dashuri në emër të saj. Më dëgjoni pak te Kartolina Kurimi. Gëzuar 60 vjetorin gjyshi Shpëtim. Në këtë ditë të veçantë të ditëlindjes sende, unë ndodhem larg fizikisht, por me zemër jam aty pranë jush. Jam shumë e lumtur që kam një gjysh të mrekullueshëm si ty dhe njëkohësisht shumë krenare që jam rritur nga ty dhe nga gjyshja ime e emër. Në këtë ditëlindje të uroj shpejt të plotë dhe 100 vite të tjera të lumtura. Të mëroni sa malet, gjyshi Shpëtim dhe gjyshja Lindita, sepse me ju jeta ime ka kuptim dhe vlerë, me dashuri dhe respekt për gjyshrit më të mirë në botë, mbesa juaj Konstantina. Urime të përdemërta. E kene një Konstantinë? E kene një Konstantinë? Ja ka më asteri mu, se më karistu me puli. O pa plus të agapaj para puli. Shlet këtë të ka litera. Të agapaj i hjaka. Në këto momente të prezente. Në emër të Konstantinës, po t'jap të Katrina me fjalë të bukura sende nga mbesa jote ta ruaj si një fëmijë të vogël. Gjithashtu, dhe të shishe shampan. Një buqet me të ndalpina të parë, të barë e bashkëlitre, gjasit e evangelit, besime të tani të shkuari të barë, për derisa keni fëmijë të mrekullueshëm, me sa unë respekt.
bëjmë të dëshira, edhe 100 vite i këto. Për dajen tonë të shrejtë. Daja e një dashë. Pjetra që nga mban formë. Buzëqeqja që nga gëzonë. Dhe zemra e madhe që nga mbush me dashuri. Me ty, çdo ditë është më e bukur. Çdo përqafim më i ngrohtë dhe çdo kujtim më i çmuar. Të duam shumë, sot dhe gjithmonë. Me gjithë dashurinë tonë. Besa Konstantina dhe një pi Oresi. Urime të. Falenderoj edhe. Është për gati. A mund të kryjmë qërinjtë për të ngilur një kujtim i bukur themor? Konstantina e dashur, gjyshi edhe 100 vite e gëzoftë. Faleminderit që më përzgjodhe mua. Një puthje për ty. Kalofsh bukur.